Paraliza e gjumit. Kujt prej jush i ka ndodhur që të bllokohet natën dhe mos lëviz dot? Keni dëgjuar apo jo? Dikujt nga ju i ka ndodhur. Bile disa as që nuk e kanë iden fare se çfarë është. Të tjerë janë informuar pak, por askush nuk e di të vërtetën deri tani se çfarë është në të vërtetë. Megjithatë, ne le ta diskutojmë sot sepse ka disa gjëra ose disa drithije që duhen diskutuar. Kush është rastësisht të t'i bëj like faqesh si jemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Sinqerisht falenderit. Në vitin 1992 dëgjova për herë të parë, isha në Greqi atëherë, dëgjova për herë të parë për paralizën e gjumit. Kisha dëgjuar dhe më përpara, me fjalë nga pleq tanë që bllokohesh natën, por nuk kisha përqendruar, me pak fjalë. Dhe gjendesha në një studio të një agentit spektaklesh dhe të një agjenci spektaklesh dhe aty ishte një psikolog dhe thoshte për paralizën e gjumit. Pra aty për herë të parë dëgjova për paralizën e gjumit. Pastaj kur erdha në Itali, që fillova spektaklet dhe fillova që të studioja për një informacion vetjak, aty kuptova shumë gjëra të paralizës së gjumit që ende nuk i kisha kuptuar deri në fund, derisa do t'ju them se si ndodhi që kuptova diçka më tepër. Atëherë, çfarë është paraliza e gjumit në radhë të parë? Që të kuptohemi. Ju ka ndodhur që gjatë natës të bllokoheni, jeni të ndërgjegjshëm, por jeni të bllokuar totalisht dhe nuk lëvizni dot. Pra jeni në krevat, jeni shtrirë, flini gjumë. Zakonisht paraliza e gjumit ndodh rreth orës nga 3-4 mëngjesit deri në orën 6. Këto janë orët ose oraret më kulminante, por ndodh edhe më përpara ose edhe më pas këtyre orëve. Ti gjatë momentit që fle, ndjen diçka, ndjen që je i bllokuar. Pra kjo është pjesa që e din që të gjithë, por askush nuk di të jap një shpjegim se pse ndodh. Janë bërë shumë studime dhe do flasim dhe për studimet. Atëre, ka një pjesë njerëzish të tjerë që perceptojnë diçka tjetër. Por megjithatë, le të shikojmë se çfarë thon studimet. Studimet e kanë hedhur poshtë disa herë. Bile disa studime hedhin poshtë që mund të ketë një entitet apo mund të ketë forma të tjera jete që mund ta bllokojnë njeriu, dhe ka të tjera studime që thonë që jo, është e vërtetë që truri i njeriu nuk është se funksionon atë, sepse studimet, le të themi ato kryesore, thonë që është truri i njeriu që prodhon këto momente, pra halucinacioni. Dakord, deri këtu. Por ka disa njerëz të tjerë, përveç studiuesve tani, sepse studiuesit të tjerë thonë jo, nuk është e vërtetë. Megjithatë, unë nuk dua të përqendrohem tek studiuesit e tjerë, që janë nga ana jonë, le të themi. Por unë dua të përqendrohem tek ato momente kur disa njerëz, sepse janë 3 kategori njerëzish. Kategoria e parë, që janë ata më shumë, janë ata që e ndjejnë, që janë të ndërgjegjshëm, që të treja kategoritë janë të ndërgjegjshme, që gjatë këtyre orareve ka diçka që na mban të mbërthyer. Dhe ne jemi të ndërgjegjshëm, por nuk lëvizim dot. Dhe kjo është pjesa 1. Por ka një pjesë tjetër, një kategori tjetër, që ndjen një qenje, sikur ti flas në vesh, ose sikur merr frym rënd pranë veshit, ose afër, ose mbi kokë. Por nuk, me fjalë, percepton që ka diçka të mbinatyrshme aty pranë, por nuk e sheh dot. Ndërsa ka rreth 7% të njerëzve në mbar botën, që janë shumë, 7%, por le të themi edhe 2%, që këta shohin entitete. Pra e shohin si entitete, e shohin si një qenje. Le të themi sërish që janë halucinacione, si thon studiuesit, por prisni pak. Pra disa prej tyre, një pjesë e vogël prej tyre, e shikojnë këtë entitetin si një grua. Është një grua e vjetër, e rrudhur, shumë e dobët dhe e gjatë, e hollë dhe e gjatë. Dhe ka një fytyrë të tmerrshme dhe ka flokë të gjatë, të hollë dhe sy të mëdhenj dhe të futur brenda. Me një fjalë, sikur është gjysma e vdekur. Dhe ka një erë të keqe. Pra ka një erë të keqe. Tani, në qoftë se ka halucinacione të njerëzve që shikojnë ose perceptojnë disa nga këto entitete, si është e mundur që një pjesë e tyre, pra një pjesë shumë e vogël e këtyre 7%, që ndjejnë edhe një erë të keqe, sikur ajo erë e keqe, siç thonë ata, i vjen nga goja entitetit.
Disa thonë që është një grua, të tjerë thonë që është një qenie demoniake, që është si një demon i madh dhe por gjithmonë ngjan si grua dhe vjen sipër njeriu dhe e bllokon dhe shikon nga sipër. Tani përse ndodh? Se ky është problemi kryesor. Asnjëherë, askush nuk ka thënë se përse ndodh. Nuk është se do ta zgjidh Nadir Mura sot, absolutisht jo, por ne diskutojmë. Dhe unë si një ulumtues, meqense kam studiuar dhe kam parë, kam shkuar, kam folur me njerëz e tjerë, dua që të kuptoj. Pra, le ta diskutojmë së bashku. Në vitin 2008-2009, kur kam shkuar që jemi takuar për të parë me profesor Malangën, pra Corrado Malangën, një profesor tjetër, që është një psikolog, tha diçka që më ka mbetur në kujtesë. Tha që është absurde që sot në vitin 2008, që ishte atëherë 2008, që shkenca t'i hedh poshtë të gjitha këto studime që janë bërë nga psikologët. Duhet të dini që ne gjithë shkenca okulte, le të themi, ose e mendjes, bazohet vetëm në studimet psikologjike, pra të psikologëve ose të neurologëve, dakord? Por neurologët merren me nervat, kurse psikologët merren me atë pjesë që është mes trupit fizik dhe atij energjik, pra energjisë së njeriut. Kështu që është, le të themi, zhanri që i afrohet më shumë këtyre studimeve. Dhe pse nuk i marrin përsipër këto studime të psikologëve? Këtë thoshte ky psikologu. Tani, unë pse po e them këtë? Sepse Malanga thoshte diçka tepër të rëndësishme. Thoshte që në këtë dimension, pra në këtë jetë që ne jetojmë në bazë të dy komponenteve. Pra pjesa një që është trupi fizik dhe një pjesë tjetër që është trupi energjia e njeriut. Dhe çdo qelizë jon funksionon si një bateri. Dhe bateria alimentohet, si mund të quhet, nuk më vjen tani në shqip, karikohet. Dhe bateria karikohet që është gjithë trupi ynë, pra çdo bateri e vetme, që çdo qelizë e vetme karikon gjithë trupin, që pastaj është një pjesës e vogël që quhet animus, që bën atë që ne jetojmë. Pra gjithë energjia e trupit bën jetën tonë, pra ne jetojmë fal energjisë. Dhe sipas tij, këto qenie mbajnë njeriu nën kontroll, sepse janë qenie që nuk futen, nuk janë qenie fizike, por janë qenie energjie. Dhe mbajnë njeriu nën kontroll sepse u duhet njeriu për ta shfrytëzuar. Dhe dini se si thot profesori, që shfrytëzimin që këta bëjnë, e bëjnë vetëm për energjinë e njeriut. Pra i vjedhin energjinë, asgjë tjetër. Ashtu siç ne, sepse ata jetojnë, janë energji, pra këto qenie janë energji. E di që për dikë duken si fantazi, duken si prralla, por ndiqeni me vëmendje. Ai, pra profesor Malanga, u ka bërë mbi 3.000 njerëz, ka bërë hipnozë regresive, dhe që të 3.000 këta, ai ka shkuar deri në atë pikë, pra duke ecur prapa në kohë në bisedat e tyre gjatë hipnozës regresive. Pra hipnoza regresive është ajo që ti e vën në gjumë tjetrin dhe ai të thot jetën e tij. Dhe duke shkuar pas në kohë, ka tejkaluar cakun, pra atë momentin kur ka lindur embrioni, dhe ky ka folur pastaj me energjinë, jo më me njeriu. E dëgjuat mirë, me energjinë e njeriut. Dhe kur e ka pyetur dhe pyeti këto energjit, kush je? Jo, ata i thot mos thuaj kush je, se ne jemi shumës, jemi një. Ose si mund të quhet, sikur të jenë një grup njerëzish, le ta zëm, por këta janë një grup entitetesh që janë një të vetëm. Dhe këta, le temi, ushqehen me energji, sepse nuk kanë fizik, me fjalë, nuk kanë trup, si ne, por janë në formë energjie, dhe atyre u duhet një energji e pastër. Tani dëgjojeni versioni tjetër. Nëse trupi ynë çliron energji, ku do ta gjejnë ata energjinë e pastër? Pikërisht pra nga trupi ynë. Pse e them këtë? Sepse ne marrim oksigjen, e thithim dhe e përpunojmë këtë energji me qelizat tona dhe pastaj nxjerrim atë që atyre u nevojitet. Dhe ata, sipas gjasave, themun tani, ndoshta ata thithin këtë energji aq sa u nevojitet, jo të gjithën, sepse ndryshe njeriu vdes. Kështu që e mbajnë pak e nga pak, i marrin pak e nga pak, pra i marrin gjatë gjumit, i marrin gjatë jetës së përditshme, etj. Dhe mendimi
i dikujt dhe imi në këtë rast është që ata shkojnë dhe u marrin energji njerëzve për të mbijetuar. Sepse duket sikur ne, atëherë kjo më bën të mendoj nëse kjo është e vërtet sipas Malangës, që thotë që ai ka arritur vërtet deri atje, pra që ne që të gjithë na kanë bërë vizitë dhe që të gjithë na kanë marrë energjinë dhe vazhdojnë të na i marrin. Atëherë nëse trupi i njeriut, siç thash me një fjalë, që prodhon energji ose e përpunon energjinë, sepse thith oksigjenin dhe e nxjerr pastaj në mënyrë të përpunuar, atëherë pse mos të mendojmë që në këtë planet ndodh njëkohësisht ashtu siç ndodh dhe me ne me stallat që krijojmë ose me pularit. Ne marrim vezët nga pulat, marrim qumshi nga lopët, dhe atëherë më bën të mendoj që edhe nga ne marrin energjinë, ose më mirë energji të pastër. Sepse në këtë formë, në qoftë se do ta marrim whole, ushqen entitetet. Pra, po sikur të ishte kështu. Normal që ka një krijues atje jashtë dhe mund të ketë krijuar forma jete të pafundme, qoftë për shembull energjike, si punë këtyre, ose qoftë edhe në formë trupi, si ne, që mund të jenë në forma të ndryshme. Ashtu siç ka krijuar kafshët, insektet apo ku ta di unë, mund të ketë dhe forma të tjera më të zhvilluara se ne, atje jashtë, por në këtë dimension dhe në këtë planet ne njohim vetëm ato që kemi le të themi zbuluar nga shkenca, si i quajmë ne shkencore. Kështu që si mendoni, a mund të ketë drejt Malanga për atë që thotë, dhe a kam të drejtun që të them që mund që të jetë një gjë e tillë, pra një entitet që me të vërtet, jo një entitet i vetëm, por shumë entitete që normal që me anë të le të themi të dimensionit që gjendet dhe me anë të inteligjencës që ka, mund të shfaqet në forma të ndryshme. Them, sepse duke qenë në një dimension tjetër ne nuk mund të kuptojmë, nuk mund ta shohim dhe nuk mund të dimë se çfarë forme ka. Megjithatë, kujt prej jush i ka ndodhur një fenomen i tillë? Pra, kush prej jush është bllokuar natën? Dhe çfarë mendimi keni për këtë? A ka patur raste që ndonjëri nga ju të ketë vërejtur diçka të veçantë? Disa nga ju më kanë shkruar para ca kohësh që kishin bërë një emision për këtë, dhe ishte një djalë, një nga Kosova dhe një nga Shqipëria. Ai nga Kosova thoshte që ishte, nuk e mbaj mend emrin tani se ka kaluar kohë, që thoshte që në 12 të natës ai e pa diçka që ishte i shtrirë në divan dhe e pa. Dhe tregoi një histori vërtet shumë të fortë. Unë jo se besoj çdo gjë që më thon, por mënyrën se si ai shkruante dhe fliste ishte njëri serioz. Megjithatë, unë dëshiroj një komentin tuaj, nëse ju ka ndodhur, si ju ka ndodhur, dhe le ta diskutojmë. Ju përqafoj dhe kalofshi bukur. Natë.